Projekt buxheti për vitin 2026 me të ardhura në vlerën 823 miliard lekë dhe shpenzime 886,7 miliard lekë u prezantua për herë të parë në Kuvend. Ministri i Financave Petrit Malej në mbledhjen e kryetarëve tregoi prioritetet e ligjit më të rëndësishëm ekonomik. 4 janë shtyllat kryesore të projekt buxhetit 2026. Rritja ekonomike, konsolidimi fiskal, mirëqenia sociale dhe përshpejtimi në integrimin evropian. Sipas ministrit, buxheti i vitit të ardhshëm hedh themelet për të rikthyer dinjitetin pensionistëve. Një nga gurët e themelit të këtij buxheti është reforma e pensioneve. Kjo rritje e pensioneve e buxhetuar për të treja vitet nuk është thjesht një politikë sociale, por një politike domosdoshme që vjen në kushtet e konsolidimit ekonomik, si një mënyrë për t'u dhënë brezave që ndërtuan këtë vend më shumë respekt dhe më shumë dinjitet. Përpara krerëve të grupeve parlamentare dhe kryetarëve të komisioneve, Malaj tregoi edhe burimet se nga të mblidhen këto para. Janë rreth 13,6 miliard lekë nga efektet e politikave të reja tatimore dhe buxhetore propozuar për vitin 2026, rreth 20,9 miliard lekë të ardhura shtesë nga rritja ekonomike dhe rreth 12,3 miliard lekë të ardhura shtesë nga zbatimi i masave të strategjisë afatmesme të ardhurave. Po ashtu ministri tha se në 2026 do të nisë rivlerësimi i pronave që do të shtrihet gjatë gjithë vitit dhe jo siç ishte paralajmëruar se do të zgjaste 9 muaj. Por prezantimi i projekt buxhetit nuk kaloi pa debate për shkak se në Kuvend ende nuk ka mbërritur paketa fiskale. Nuk ka ndodhur ndonjëherë në parlament që të vi projekt buxhetit prezantohet këtu pa pasur paketën fiskale. Është një standard që nuk e shkelim dot. Javën e ardhshme pritet të depozitojnë në Kuvend 8 projekt ligje që janë pjesë të paketës fiskale që përfshin rivlerësimin, TVSH në bujqësi, 2 projekt ligje për paqen fiskale, rishikimi i taksës së infrastrukturës, ligji për procedurat tatimore, ai tatimi të mbi të ardhurat dhe ndryshimet në taksat vendore.